Kërkova takim me prokurorin e Qeshtës për të mësuar ecurinë e hetimeve. Me që jemi palë në hetimin e Qeshtës tonë dhe ato ai më shpjegoi se hetimet po vazhdojnë dhe ka heci dhe ka përparim. Se kur do përfundojnë, kjo është çështje që varet nga ata, nuk është çështje. Ju dha një përgjigje konkrete nëse ka ardhur letër porosia nga Italia për predhen që i mori jetën nipit tuaj të ndjerit Aleksnika? Nuk u futa në udhësi, ne kërkojmë me insistim se çështja të avancojë, se kohë gjatë për hetimin, provat dobësohen ose humben. Dhe ato premtuan se ne do bëjmë gjitha përpjekjet. Këtë takuat ju? Prokurorin e Qeshtës, Fred Shehu. Zoti Nika, a keni dorëzuar ju prova të tjera të reja përveç audiove të komunikimit të Gardës së Republikës? Po, tash se them, gjëra në thot parëndësishme, po ai po i shqyrton provat, kemi dërguar, po të cilat janë për çështje si janë në hetim, edhe do verifikohen saktësia e tjera. Kështu është procedura. Janë 15 vite nga dita kur nipi juaj dhe 3 persona tjerë janë vrarë në bulevardin dëshmor të Kombit. Po. Besoni një ditë se do të ketë drejtësi, në fakt nga mazhoranca ka patur gjithkohës premtim për drejtësi në lidhje me këtë ngjarje, por ju si familjarë një prej viktimave. Drejtësinë e kemi kërkuar nga drejtësia, jo drejtësia vjetër, por tani ke SPAK. Pas SPAK-un kjo çështje nuk do zbardhet kurse. Nuk është përgjegjësia mazhorancës, mazhoranca është vetë në procese penale dhe nuk kemi komunikim për këtë punë. Ato ishin pranishëm në ceremoninë përkujtimore, po s'kam kërkuar kurrë nga Rama as nga qeveria Rama për drejtësi. Drejtësinë e duam vetëm nga drejtësia e SPAK-ut që është sot prokurori i Qeshtës. Zoti Nika, pse po vonohet kjo drejtësi? Po tash te kërkova dhonë se ky është prokurori i Qeshtës. Po janë veprime se do të restaurohet dosja e vjetër hetimore, që është e dëmtuar, do të thënë është e masakruar dosja. Ne kërkojmë të përshpejtohet hetimi dhe gjykimi asaj çështje. Kjo ishte përgjigje e prokurorit apo ju dha detaje më Ja, tepër? hollësira nuk u të hollësira, po ai do zbatoj procedurat, thotë. Kaç mund të thotë mua, tash si do i zbatoj, cilën kohë do zbatoj, është çështje që u përket atyre. Zoti Nika, ju përveç se familjarë i Aleksnikës, të ndjerit Aleksnika, ju jeni edhe një jurist me përvojë. Besoni që pas 15 vjetësh SPAK i ka mundësinë ligjore, pra i ka mundësitë e duhura për ta zbardhur këtë ngjarje për shkakun se në 15 vjet ndoshta dëshmitarët do bëjnë sikur nuk kanë parë asgjë, nuk dinë asgjë, ndoshta provat janë zbehur, pra si shihni me syrin e një juristi? Po, unë është fakt se sa ma shumë kalon kohë, as më tepër mohohet drejtësia, kjo është realitet. Por me sa shoh unë, vrasit dhe kriminalin përgjithësi i kanë shpëtuar fshirja do thënë totale e provave. Kanë gabuar, kanë lënë gjurmë dhe ato janë identifikuar nga SPAK-u, nga prokuroria speciale. Dhe kam bindje absolute se kjo çështje do përfundojë pozitivisht. Dhe drejtësia do bëj punën e vet. Gjykata speciale do dënojë vrasit, urdhruesit dhe manipulatorët që kanë bërë hetimin e çështjes. Duke filluar nga gjykata e lartë, e cila ka certifikuar ose një vendim pa drejtë. Kë bën ju përgjigje zoti Nika për vrasjen e nipit tuaj? Se në kuptimin e ekzekutimit ti, ai që ka ekzekutuar. Si në ekzekutim ashtu edhe në planin politik. Në planin politik është gëdjet, është Partia Demokratike, Berisha. Ai ka qenë kryeminist. Ministri Brendshëm ka qenë Tavlon Lulzim Basha, se në bërë shumë emre tash. Dhe ato i vranë, e fshenë provat, po të jenë trima të thonë se kemi bërë ne për këtë punë. Kemi vrarë brenda rregullit të ligjit. Po to nuk e fshehen, pse e fshehen kur s'ke faj? Do më thënë, kur s'ke fajti, pse hikë, pse fshihesh, pse bën manipulimin e dosjes e provës. Kështu ishte, nësa prokurori i Qeshtës, po heton me paktën mësa pashon me kompetencë, me procedurat, që janë të miratuar nga kuvendit. Megjithatë, për mbi një vit, mbasi çështja është hapur këtu në SPAK, vazhdon të jetë e regjistruar vetëm me vepra penale dhe pa emra konkret. Pa emra. Keni një
koment? Jo, kjo duket ato ishin taktika që ndjekin, metodika që ndjek prokuria, që po të marrësh pandehur një person, fillon hetimi me shpejt, më duket. Afatet. A u dhan një përgjigje për sa kohë mund të dalin në një konkluzion dhe kur vide ekspertizat? Nuk është në varësi, domethënë nuk është e parashikuar nga këto, sepse ekspertimet i bën për shembull italianët, amerikanët, ku di FBI ato, kur ti sjellin, varet e sjellin masi mujt, masi javë, ose i kanë sjell. Ai tha po e kompletoj dosin, e kemi riparu ato shkelit që nda, dhe tash presim tash, se kanë edhe ato ndorë si mas meja, ato janë prokuror, po mi gjitha jemi ne si duhet të nëzisim të jo të kryejmë prova, po të zbulojmë prova, se tash situata është e tillë se ato kanë frikë dhe dëshmitarët se dalin nuk kanë pa këto, kanë pa dhe po se ka një presion të madh nga ato që kanë bërë krimit. Faleminderit. Plot për